jam shumë i qetë në ndërgjegje, nuk kam borxh njeriu. Ndihem sikur po bëj diçka të gabuar sepse nuk kam lënë diçka të peng mbrapa. Keni ndryshim sjellje? Jo, s'kam asnjë ndryshim sjellje. Po shef, vetëm nga që ne flim bashkë për shtëpi. Unë sem budalla, që ka ndryshim sjellje kanë. Sepse po vjen këtë mund ma thush ti. Këtë e ka sepse unë ri me Rozin. Unë me Gertën nuk flas, nuk ma jep më atë ratlik. Jam e bindur që as unë asaj. Ti kur ri me Gertën unë nuk vi do të ri aty me ty. Tani Aldo do ta ndaj me këtë ri me Gertën apo me mua, se nuk kam nerva. As nuk du fare ti shoh bashkë me të drejtën fare, zero. Se çoçi thot ajo pastaj edhe fillojmë në bëhemi si gratë këqija, si gratë liga në shtëpi. Ai ke vati im është bër përplitet të përshpi, thonë dhe çdo marrëfimi, dhe unë aty as kënd nuk pyet, që ta filani, pse ta tha Fisteku. Kush e ka vënë ti etiketin do marrëfimi? Po, Lajerti i pari, që ti di shumë mirë se për çfarë mund ta ketë dhënë Lajerti, po gjithsesi ndikon. Çfarë është kjo xhelozi për vëmendje çfarë është? Daja ma ka thënë, kur i thash ka Aldo pu me Rizardën, më ka thënë Aldo ka që s'merre me kalamaj. Kur unë e pyes i them, Danja, Aldo, ka diçka me Rizardën? Dhe Danja më thot, Rizardën? Në asnjë mënyrë. Madje ai ka thënë që s'merre me fëmijë. Ajo është kalama. Keni majt Aldon, i keni majt shpatën njëri tjetrit, që të rini sa më gjatë në shtëpi. Asnjëherë, çfarë shpatulle? Se thush që është një farë karme kjo që po Simon Rozi tani edhe po ja shet gjërat, është sepse ti e di shumë mirë me këtë porri e kohë të fundit. Në anën tjetër thua naive si jam. Pra nëse nuk je naiv dhe e di me këtë porri, kjo të çonte loja. Edhe në një farë sensi u bën një lojë në kurrizin tim. Se di çka ke ndryshuar ti, që 3 ditë nuk je domethënë se di. A unë kam ndryshuar? Po ti ke. Kujdes mos sa ndryshuaj shoqja jote aty. Po nështë edhe kjo, po nështë edhe shumë ti. Kjo vallaj me po shoh, ka më karakter. Pak të ditë më një qendrim. Kush? Ti Jozi dje? Kjo kalamoni këtu. Se Danja është dinake. Danja është një lojtare këtu në shtëpi që i kamuflon gjërat me një buzëqeshje. Danja s'ke qendrim, Danja ti tim shkurt, lekët më betesh. S'do më marr fare me ty. S'ke pikë qendrimi. Edhe ta ka bësh mirë me thon drejtën sa. Unë në fakt nuk jam nga ato natyra që nuk mbaj qëndrim, po unë qëndrim mbaj me njerëzit që dua, me njerëzit që i konsideroj shumë të afërt. Me njerëzit të tjerë pastaj është e kot. Nuk është pyetje për të bërë kjo. Çfarë të bëjon kur vin për Japoninë? Ti ke hidhur shumë. Jo, nuk është. Ti ke hidhur shumë. Ja fjalë të tua. Nuk e mirë? Po nuk është fjalë të rritë ty. Kene gjë, si mirë. Nuk është fjalë që të rritë. Çfarë të bëjon kur vin për Japoninë? Nuk e mirë. Ai nuk ka pse shqetësohet se më kërri unë në shtëpi, nuk ka pse mërzitet në rast se ne nuk ndajmë kohë bashkë. Ti do kërkosh falje për gjithë ato gjërat që Për çfarë? Asgjë. Është zhgënjim total, të beton. Nuk mendoj që është lëndim, mendoj që është thjesht xhelozi, jo lëndim. Që Danja do jetë kundërshtar me ty sepse vetëm i shok i ka ngel Aldo, edhe do jetë xhelose. Brenda saj, jashtë do thoje. It's okay. Bane të që dush. I duruari, i fituari. Opa, e pas ke një marë shumë qërë të vishë dhja. Danja, po e nis me ty? Po, falemderit. I duruari, i fituari, thot Rizarta. Po, mirë ka Rizarta, s'ka në gjë. Unë nuk kam hall të kem durim në këtë rast. Diskutimi është ky, që në një muhabet, apo në një nga muhabetet e mia me Rozin, duke qenë se Rozi e thot shpesh që unë i shoh gjërat në shtëpi, dhe ishte Aldo me Rezin edhe me 2 nga gocat e tjera të shtëpisë, dhe më thot, po ky Aldo me Rezin. Po jo, mi thash se na të shmënde, lëre Aldo në rehat, 1-2 e përmend se në rast se do ketë, apo jo, histori, dashurie këtu brenda në shtëpi, dhe i thash, jo pra i thash, sepse Aldo, kur është futur Rezi, më ka thënë që është e vogël. Tani, në ditët e, atë e di unë, nuk e di ti, në ditët e para, i tillë ka qenë muhabeti. Se si rodhi më vonë, është tjetër histori dhe unë nuk ndërhyj aty. Por, me të drejtën, më vjen keq, unë Aldo si kam kërkuar falje për atë fjali që është përdorur nga unë në kontekstin e mbrojtjes. Gjithsesi, ajo që unë kuptova është që Rozi ka qef, jo se nuk e kam ditur, po përgjithsisht i interpreton sipas mënyrës vet, muhabetet që bëhen në shtëpi, situatat që bëhen në shtëpi, që ndodhin në shtëpi, edhe i jep tjetër kontekst, por edhe ti përdor sipas jepit saj. Danja, ti a shpenzon më pak kohë me Aldon tani që
apo kjo ka ndodhur vetëm për shkak të këtij keqkuptimi? Në fakt, duke qenë se Aldo me Rozin nuk shkojnë mirë, unë kam bërë batut, unë vdes për batutën e Rozit dhe kam thënë gjithmonë. Në disa ditë që nuk ndihesha mirë emocionalisht, kam qeshur me Rozin. Mbase gabimi im ky, Aldo e shikonte të vështirë që të afrohej për të ndetë me mua. Kur ti ishe me Rozanën? Po, si që thashe edhe te klipi, Aldo me Gerton rrinë bashk, kalojnë kohë në shtëpi, kështu që unë nuk shkoja aty, e tillë ka qenë diskutimi, e tillë ka qenë situata, por në asnjë moment për hir të marrëdhënies së re që është krijuar mes Aldos edhe Rizartës. Unë nuk do ndërhyja kur aty në mënyrë absolute, madje e kam thënë që më duken të dy shumë të lezetshëm, kështu si meksikanë bashkë. E qartë. Ka ndonjë gjas që mbas kësaj që ndodhi marrëdhënia jote me Rozanën të jetë e njëjtë si ajo që përshkrove është me Gertën? Pra, po më pyet a do vazhdoj marrëdhënia ime me Rozin? Ti në klip thoje që marrëdhënia ime me Gertën nuk është më e njëjta, unë nuk dua të kem të flas më me të për shkak se bisedat bëhen disi të çuditshme dhe nuk dua të kem më të bëj sepse më ka lënë duar e tjera me radhë. Në rastin konkret, Rozana ka bërë diçka që në një kuptim të ka bërë të dalësh ty keq në sy të Aldos, siç po e thua, apo jo? Dhe po të pyes, pavarësisht se kalon... Të kuptova qartë. Po. Në fakt, unë me Rozin kam patur disa përplasje në shtëpi. Nuk është e njëjtë situata ime me Rozin dhe me Gertën, sepse e kam thënë haptazi që unë për Gertën kam patur shumë vlerësim, e kam cilësuar si një lojtare të drejtë në shtëpi. Më pas, për hir të 2-3 situatave në shtëpi, nuk më është dukur e tillë kaq i mirë, kështu që unë jam prekur, jo më kohë të cilësova tek dhoma e rrëfimit që unë mbaj qëndrim me njerëzit që vërtet i ke afër zemrës, po. Po, i dua fort. Kështu që Rozana? Unë Danjën e kam gjanë si vajzë dhe çfarë kam patur për t'ja thënë në sajtë asaj që Danja ka bërë në shtëpi, ja kam thënë në sy gjithmonë. Edhe faktin kur më ka thënë në dhomën e gjumit që Aldo më tha për Rezartën, jo nuk mere me atës është kalama, Danja ka qenë në dijeni që unë doja them Aldos. Ta kam thënë të Stormi në ditëlindjen e Laertit që doja them. Dhe ti ke thënë, jo, po mos ja thuaj, jo... Po jo, sepse nuk më duket arsyeshme, jo, po mos ja thuaj, unë nuk ta thash me nerva, ti po ma thoi... Jo, ma the me qeshur, po dhe thash, Danja rrjet, po... Qa i e këshu the që përdor të muhabete, jo, pra ishte përdorur, nuk është e përdorur, se në momentin që unë shikoj Aldon me Rizartën, atëherë më shkon në mendje biseda jote dhe kur i them Aldos se kjo gjëja që ka e vërtet, sepse në momentin që ti rigjit ditën me Aldon, ti ditë sa të vërteta për Aldon. Sepse para disa ditësh, kur unë pata, atëherë, kur unë mendova që këtë që e the, e ke thënë në gojë të Aldos, që ta ka thënë Aldo, ty nuk e ke shpikur nga mendja, mendoj unë. Unë nuk thash që e kam shpikur ashtu si që kërkova ndjesë edhe Aldos. Tani, Dinakja, Danja është një lojtare Dinake, Dinakja i bie t'jesht ti këtu. Jo, nuk kemë farë Dinake, se unë po citoj fjalët që më ke thënë ti nga goja e Aldos. Një fjali të time ti e përdor atë si pas flasën son të dëgjova aty. Unë po citoj fjalët që ke thënë ti nga goja e Aldos dhe mora guximin, ti thoja po të njëjtat fjalë, pa e gënjur në asnjë moment fjalët që ti më the. Dhe ju drejtova Aldos. Para disa ditësh, Aldo mu drejtua mua dhe më tha, Rozana, do shkosh te Danja, ti Danja, po ndete me atë, më fyu me disa fjalë shumë të rënda për të cilat më kërkoj falje. Për të cilat më kërkoj falje. Tani, problemi jot, të lutem, ta përfundoj, mbasi ta përfundoj, unë nuk mashtroj unë, jo. Unë kam dëgjuar mashtrimet e ju mblidheni të gjithë në krevatin e Danjës, po Danja duke mos qenë një lojtare e fortë, për mendimin tim, për mendimin tim ju kam mbledhur ju të gjithë çunave, ju kam marrë, ju interviston dhe vjen në Prime se shtot Loredana dhe flet me fjalët e juaja. Për mendimin tënd. Tani, le të pyesim çunat në shtëpi. Kush është ndjerë i intervistuar? Tani ti Danja në gjithë qëndrimin në shtëpi, nëse do të pyetem unë, do të them që në momentin që erdhi Laerti dhe bëra ato që bëra dhe nuk u ndjeve kur që ke patur një flirtim nga Laerti, në ditën e
76 erdhe dhe më ka flituar lart me mua. Ta kam sqaruar, Me po do ta Xhibani ka sqaroj ndodhur prap. e njëjta gjë që po prap ke munduar të manipulosh situatën. Asnjëherë. Në Prime ke dashur të dalësh për Xhibanin, kur ti nuk ke s'kam dashur të dalë në Prime, as për Xhibanin, as për asë As për një njeri të cilin nuk kam djenja dhe për njeri me cilin e kam mbyllur bisedat. E njëjta gjë ka ndodhur me të gjithë njerëzit që ke mbajtur afër në krevatin tënd për të diskutuar për manipulime të ndryshme. Unë mendoj që ti je një lojtare e cila merret me fjalë gjithë ditën, nuk bën asgjë, nuk bën asgjë dhe mundohet të fshihet pas gishtit të vet. Ky është mendimi im. Po mbarova, po mua Rozana, a e mendon ti Rozana, po patjetër, pas pyetjes Danja, a e mendon ti Danjën një lojtare të rëndësishme të shtëpisë? Jo, Ledion dhe ja kam thënë në sy, sepse unë nuk kam parë ndonjë, përveç se kanë bërë ato strategjitë e tyre, divani i kush, nuk kam parë ndonjë lojë të Danjës. Danja e vetmja gjë që bën është kre baluken, vishet rregullohet, shkon në mëngjes pi kafen, vjen hapu këtu, na tregon ne a jemi vesh as jemi vesh mirë, na the mirë u pafshim. Nëse nga një anë Jo, nga një anë shqyr zotit që e bën këtë gjën që lajet e rregullohet, kushdo nga vajzat që e bën këtë që kujdeset, vishet bukur. Nuk e përdora këtë. Se kemi qef të shohim televizor me atë rast, e kupton? Jo, pas më vë gjëra që si them, jo. Unë nuk kam thënë lash as lash. Se nuk jam Gerta unë që i shikoj njerëzit sa herë lanë dhe sa herë s'lanë. Unë po flas për sa i takon kontekstit të lojës. Që nëse do pyeti dikush mua do thotë, a është Danja lojtare? Unë them që Danja është një thashë dhe magjia këtu në shtëpi që merr llafe dhe dërgon llafe. Urdhon? Okej, Danja. Po, dhe nuk bën asgjë tjetër. Ka që Danja. Vazhdoj unë po. Tani, thej që unë i mbledh ta te krevati ime dhe intervistoj. Në rast se ndonjëri këtu është ndjeri intervistuar, le të flas. Të flet Loredana. Kush? Jo, do doja të dija nëse ndonjëri prej djemve, me qënë se në fjalinë e Rozan... As, do të apohojnë. Këtu. Shiko. Nëse nuk e pohon njeri... Që të mos mi vendosemi ne. Të lutem. Jo, do ju lutesha. Edhe njerë. Do ju përgjëroesha në rast se unë ju kam intervistuar ju. Jo, seriozisht, se po flet për mua dhe unë e kam... Ti je me dy personalitete. Një ke gjatë ditës në shtëpi dhe një ke në Prime. Mirë, gjej të tretin. Ti ke patur momente që ke nxjerrur një Danjë tjetër në të tretin, se ti një që është një Danjë e cila nuk është gjatë qëndrimit në shtëpi në shtëpi. Ti do të hedhësh Ti je një Danjë agresive, je një Danjë që vërtet, je një Danjë urdhëruese, e cila nuk është kjo që është në Prime. Sepse agresivitetin e kam gjetur me Fiushu, nuk e mora me gjetë, e gjeta me fjalë, nuk e kam pritur kur nga ty të dëgjoj në shtëpi. Gjërave që thua dhe mos pretendo që djem të vinë dhe të thonë po kam faj unë se unë fola me Danjën. Danja nuk e bën askush këtë. Kështu që përmenda Danja Roxeni. Baroti kur, sepse e ke nisur të agresiv e para, je një ndër vajzat më agresive në shtëpi. Dhe ke munduar na tregosh edukatën këtu, ku ti e para nuk e ke patur kundrejt figurës tonë. Jo, nuk të bëj, ti e bën vetë. Atëherë, të të pyes pak, Rozana, një nga vajzat më agresive në shtëpi i thua ti Danjës. Kush është më agresive se Danja? Më agresive se Danja? Po. Gerta. Kush është më pak agresive se Danja? Më pak agresive, Rizarta. Pra kjo është renkimi yt i agresivitetit. Është Gerta, është Danja dhe pastaj është Rizarta. Po nga vajzat. Bukur. Ndërkohë, sa i përket personalitetit, jo, harrove ti. Unë të pyet aty. Jo, harrova, tash harrova. Sa i përket personalitetit, nëse Danja ka disa... Dy. Nëse Danja ka dy, ti, kur je duke bërë humor, kur je duke u zënë me dikë, kur je duke recituar një poezi, a i bie të kesh 3? Jo, Ledion, unë kam vetëm një personalitet, kur recitoj një poezi e bëj se kam profesion, kur jam me nerva, po Danja dhe kur është me nerva, mundohet gjatë qëndrimit këtu në përru të jeti Danjë tjetër. Kurse kur është me nerva në shtëpi, është një Danjë komplet e shpëfituruar. Ky është mendimi i për Danjë. Pra ti thuaj që Danja është e pavërtet, është fake. Të lutem, a mund të pushosh ndonjëherë?
prajmi është një gjë tjetër, dhe qëndrimi i Danjës në shtëpi është një danjë tjetër. Okej, Danja ka disa pika për të përgjigjur, kështu që jepi. Po, patjetër. Atëherë, pra quna, si që ju thash, ju lutem shumë, ju përgjërohem. Në rast se unë ndonjëherë ju kam intervistuar ju se çfarë ndodh në shtëpi, ta thoni tani, sepse unë nuk e kam problem fare. Fare. Se si dal, unë nuk e kam problem fare. Jo, nuk kam intervistu njeriu, pra, sepse po më akuzojnë që unë i mbledh dhe i intervistoj këta për të stisur, ku di unë, strategjia liderit. Strategjia liderit, Aldo. Unë jam lider. Po, ke 3 javë që s'po bën dot Aldo lider. Atëherë, edhe një strategjia e liderit është e ime. Nuk po bën dot Aldo lider. Dhe e di që shtëpia është gjë. Rozi, ti si e di shtëpia, ti nuk ke ku fare. Edhe një. Visello në ka, po ke shumë të drejtë. E merr, e dërgon poshtë lart Visello me informacione nga Visello. Lutem Danja, të kthejmë për vetë Visello. Danja, të kthejmë përgjigje pikave të Rozanës që ta vazhdojnë sepse na e ke thënë ti, na e ke thënë ti. E ke thënë ti. Ju lutem Rozana, Visello, mos ma shpërndani bisedën. Të lutem, gjithçka ka ndodhur, ka qenë që ne, me thënë drejtën, bëjmë dhe një çik batute dhe flasim për situatat që ndodhin në shtëpi. Nuk kam intervistuar njeri, këtë është fakt, me thënë drejtën, se ka kamera dhe mikrofon. Tani, përsa i përket agresivitetit Rozi, unë, si që thash pak më herët, agresivitetin e kam gjetë këtu në të shtëpi. Kur ti të vjen me gishta në fytyrë, kështu si që bënë zakonisht, kur ti të akuzon pse vishem dhe mbahem në për shtëpi, kur ti i thuaj që mos më thuaj mua se si të vishem, kur pasi më the që pse nuk visheni dhe mbani në shtëpi. Unë kam qenë kundër përgjigje. Të lutem, mbaron ti kurrë se na lodhe. Jo, ti je shumë finoke. Në prajm ti je më finoke. Jo, nuk jam finoke. Unë jam shumë e vërtetë, ty të vjen shumë inat se ti nuk je. Ti je Danja e vërtetë, ajo që jeton gjatë ditës. Kështu e vërtet jam. Tani, kur ti, lutem Loredana ndihmoje pak. Loredana ndihmoje pak. Sepse ajo ka drejtë me ty dhe e di. Sepse Rozi ka gjithmonë nevojë për një mbështetje, të vërtetë të njerëzve që kanë drejtur me ty. Me të cilën apo të cilën të flas, ta dëgjoj kamerat. Fatmirësisht, nuk kam dhëtur dhe e di si e. Dhe vishem nuk do i marr leje njeriu dhe nuk do i jap llogari askujt. Ashtu siç nuk i kam thënë askujt këtu se si të vishet dhe të mbahet. Tani unë gjatë javës nuk kam qenë kur arrogante. Kur më keni, unë e bëja kështu, ndërkohë ti nuk ke asnjë gjë konkrete që të themi që çfarë është Danja. Si ku e ke Danja? Danja është ka ardhur pikante në atje dhe mbledh. Mblidhje Aldon, mblidhje Jozin, mblidhje Visellon. Ku i mblidhje? Mamaja shpizë. Mirë, unë jam analizat e të gjithëve. Mos të ndjej që ti këtu në plan, vija dhe unë. Edhe analizat e mia. Ti ke prezente në krevat. Vjen në plan, se ti je për bërë bas bisedime. Më ke thënë se si ndihem me Jozin, se si veprova ka bima, si t'ja bëj që bëra të asnjëherë Danja ty nuk ka pyetur. Danja ty madje të ka dhënë këshilla dhe unë kam përgatitur që t'ja dhënë këshilla. Okej, Rizarta, të të pyes pak. Rizarta, një sekond, Loredana, një moment. Rizarta, a e ke kishe dëgjuar ndonjëherë këtë fjalit e Aldos? E pa ftyrë komplet. Jo, nuk e kisha, do me thënë, që t'ja thotë Danjës, se nuk kam qenë prezente, ama që Aldo të ma vërë në pa që duke më e vogël nga mosha që kam, ma ka thënë dhe në bisedat që ne kemi pasur me njëri tjetër, dhe unë prandaj nuk reagova fare ndaj fjalisë, se e kisha dëgjuar. Okej, Aldo. Atëherë, bëhet fjalë për një opinion të parë, që unë e kam dhënë para 20 ditësh, do me thënë ditën kur ka ardhur Rizarta, më falë se Rezit. Dhe, këtë ja kam vënë duke dhe Rezit, që i kam thënë dukesh më vogël se mosha. Por, duke e njohur Rezin, kuptova, si edhe sot, që sot ishe shumë frymëzuese dhe shumë e matur, shumë e pjekur, për mua ka një mendje dhe një kulturë mbreslënëse, për moshën që ka akoma më madhe.
Dhe kjo ishte një evolim që ndodhi duke e njohur dita ditës. Zhgënjimi im nuk është nga Danja, e para punës së Danja nuk është perfekte, po ti je kilometra larg nga Danja. S'ka nevojë, nuk ka marrë të marrë mendimin tënd për mua sepse unë e di se këtu në lojë me di, si më konsideron. Ti e bako, mbas Danjës, mbas njerëzve të gjithë mbas historive të dashurisë që i ke patur të pamundura dhe tani vjen dhe më bën moral. Rozana, të lutem ta mbaroj Aldo. Nuk bën asnjë punë në shtëpi dhe prandaj praktikuar si tillë. Nëse e vë dorën në sofën e merr atë, ti kishe një gjë në brenda. Zero, asnjë në presë. Këto e ke shitur. Rozana, qetësia jote më lë për të dëshiruar se kam parë se si flet me nervin që ke brenda, me mbledhjen dhe inatin që ke brenda, sepse ti je i pamundur për këtë lojë. Dhe ju jeni të pamundur për këtë lojë, sepse merreni me skema, merreni me kashë teme dhe doni gjithmonë të vëni në gojë fjalë të njerëzve që nuk ka udhëtë. Danja, Pisliçja nuk bën. Je me dy karaktere. Një e ke gjatë ditëve në shtëpi, një e ke në prag. Klasi jot më lë për të dëshiruar. Rozana, një moment të mbaroj Aldo mendimin e tij. Dakor që ty nuk ti intereson, por mund të ketë njerëz që i intereson. Që po tash e them natë. Aldo, unë jam përgatitur. Ti ka thënë në sy gjitha çka ka menduar. Mos e nxjerr tani blefin tënd. Rik, zonj, si që rritë prajnë. Ti jo, zonja gjithmonë. Ose nëzirë. Atëherë nuk jam i zhgënjur për kohën që ka qëndruar, nuk jam i zhgënjur, nuk e kam gjykuar, do më thënë ka lirin si që ka mund lirin, dhe nuk e kam gjykuar për kohën që ka kaluar me Rozin. Ajo që më zhgënjeu, do më thënë ishte që i kishte thënë këtë fjalin si argument për të më mbrojtur patjetër, siç e kam mbrojtur dhe unë. Dhe këtu jemi në për të më mbrojtur ndaj sulmeve tua, po më le më të mbaroj, e shpjegoj. Ndaj sulmit tënd vazhdueshëm, se je fiksuar me Aldo. Sulmin e kësaj që thotë Aldo do bëj këtë, do bëj atë dhe kjo më ka mbrojtur duke thënë një fjali që unë s'do doja t'ia thonte kësaj. Leqë është një fjali që jam Rozana. Unë nuk them ky për ty. Them Rozanës. Dhe u zhgënjeva akoma më shumë pak kur tha që do të të maj qëndrim. Domethënë supozohet që qëndrimin do ta mbaj unë. Domethënë, tha do të mbaj qëndrim se ti po më lëndohesh nga ato që kam bërë unë. Sepse ti rrishtove disa fjali që nuk mendoj që mua më përkasin. Po dhe Aldo që i ka djeg mbas 20 ditësh. Dhe prandaj thash që mua po pas 20 ditësh që mendimin e mbaj me njerëzit që kanë për zemër. Pas 20 ditësh e përmendë ti. Po pra, unë do ta përmendja që e tha Danja pas 20 ditësh. Na çmendë për. Okej, do doja të dija pak opinionin e Arbrit dhe Nedës. Arbër, po e nis me ty. Edion nuk dua të hapem shumë. Unë mendoj që në këtë grupimin sado të vogël ku Aldo ka qenë pjesë, unë mendoj që Aldo po tregohet i zgjuar. Po tregohet i zgjuar në këtë pikë lojës. Mendoj që ai ka kuptuar se tani më nuk ka shumë vlerë grupimi dhe po merr leadershipin e këtij grupimi të vogël. Sepse po merr vëmendjen më të madhe edhe nuk mendoj që po i bën shumë përshtypje fakti që aleat të grupimit mund të ftofen apo jo. Dhe mendoj që kjo është një gjë brenda lojës që është totalisht në favorin e atij, për sa koha po reduktohet dhe nga grupi është kryesori që merr vëmendjen kryesore në prime. Pra ti po thuaj që nga divani i kush, gjithmonë nga banorët është përfolur sikur Gerta është liderja e atij grupi, ti thua që nuk është më Gerta, por është Aldo. Për momentin unë mendoj që është Aldo. Okej, Neda. Në rast të parë dua t'i bëj një kompliment shumë të madh të dyve, sepse pavarësisht të gjithë debateve dhe pakënaqësive që kanë patur me njëri tjetrin, na treguan nivel edhe edukat që është për të vlerësuar. Unë nuk mendoj që Danja është dinake, unë mendoj që Danja është inteligjente. Finoke thash. Po nuk mendoj as që është finoke, mendoj që është inteligjente, sepse një lojtar që është dinak luan me manipulim dhe me intrig, ndërsa Danja përveç se nuk e bën këtë, por luan vetëm me atë që është vetë si njeri, sonte u tregua dhe ndershme dhe për një gabim që ka bërë në raport me veten e saj në radh parë, por dhe me Aldo në radh të dytë, kërkoi ndjesë publike ndaj Aldos. Po, faleminderit. Tani, çfarë ndodh? Unë mendoj që marrëdhënia juaj ka qenë e sinqertë, e vërtet, misia juaj nëse mund ta konsideroj të tillë. Mendoj që ka një krisje dhe ti Danja sqarove që vjen për shkak të Gertës.
E di, jam shumë e qartë që kjo është një krise që juve do ju duhet kohë për ta sqaruar, do ju duhet kohë për ta folur, por që jam e mendimit duke qenë se janë ndezur motorët e fundit dhe pritet që në një moment caktuar edhe miqt më të afërt të shkputen, edhe miqt më të afërt të ndahen, kjo qartazi mendoj që po ju ndodh dhe ju, edhe mbetet pastaj për tu parë se si do zhvillohet marrëdhënia juaj. Aldo, dua të bëj një pyetje me qenë se Danja u përgjigj. A mendon ti se është xheloze ajo për afrimin që ti ke me Rizartën? Xhelozi shoqërore, mbase? Xhelozi për kohën, mbase mund të konsiderohet, për jo xhelozi. Po. Okej. Tani e tutje do vi të rri aty ku jeni. Le të lutem kam një pyetje. Po, Gerta. Mund të na i thotë Ardi dhe antarët e grupit të Aldos? Jo, nuk dëshiroj t'i them. Jo, na i thuaj. Me lutem, do doja t'i dija se mbledhja t'i bëj unë të... Po, ti ke qenë o Danja, nëse do ta dish. Po pra, nga që mbledhja t'i bëj unë. Nëse i bën ti mbledhjet, bëj apelin kur ti jesh aty dhe gjen kollaj që Dakor, atë do bëj. Në rregull, faleminderit. Faleminderit juve, ju lutem mbyllim lidhjen me shtëpinë dhe pas pak çastesh do diskutojmë një tjetër çudi që ka ndodhur gjatë këtyre ditëve dhe për më tepër shumë shpejt do të shkojmë me nominimet. Qëndroni aty.